Shteti ka lënë pa pensione familjet e 24 zyrtarëve policor të cilët kanë rënë në krye të detyrës që nga viti 2001. Ka bo kërkesa e Ministria e Financave nuk I kanë shu. Shteti ka lënë pa pensione familjet e 24 zyrtarëve policor të cilët kanë rënë në krye të detyrës që nga viti 2001. Pensionet e muajit dhjetor të garantuara me legj nuk janë ekzekutu për shkak të mungesës së buxhetit, ndërsa sipas sindikatës së policisë së Kosovës, vonesat mund të vazhdojnë edhe në muajt e ardhshëm. Vetëm për një muaj, buxheti I nevojshëm për këtë kategori arrin në rreth 290.000 euro. Megjithatë, pavarësisht paralajmërimeve dhe kërkesave të përsëritura nga Policia e Kosovës drejtuar Ministrisë së Financave, mjetet nuk janë lëshuar për thesarin e shtetit. Sindikata e policisë paralajmëroi se situata është alarmante dhe se përveç pensioneve të familjarëve të policëve të rënë në detyrë, rrezikohen edhe pagat e zyrtarëve policor të cilët janë në shërbim. Ata e konsiderojnë trajtimin e kësaj kategorie si dështim institucional dhe mungesë respekti ndaj sakrificës më të lartë për shtetin. Ligji për Policinë e Kosovës e obligon shtetin të ofrojë kompenzim dhe mbështetje financiare për familjet e zyrtarëve që humbin jetën në krye të detyrës. Megjithatë, as Ministria e Financave, as Ministria e Punëve të Brendshme dhe as Policia e Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje ndaj pyetjeve të kallëzo.com për këtë çështje. Madje, edhe vetë Sindikata e Policisë së Kosovës ka reaguar për këtë çështje vetëm pas interesimit të kallëzo.com në lidhje me shqetësimet e familjeve të policëve të vrarë e kompenzimeve të tyre. Le që jem shqetësuar si sindikat për këtë arsye, po shqetësuar se edhe në muajin tjetër ka mundësi që më vanu, sepse edhe nëse e nshojnë tash mjetet, këto jetë për muajin e 12, ndërsa për janar prapë kanë me konë dëvënu, sepse nuk pas ku mjetet na as për poga, as për lezve tashmo, e as për këtë kategori. E pse ka luqë kjo që trihotja, a mujtët me sharë? Nuk ka pos mjetë e Policia e Kosovës, edhe pse ka po disa herë kërkesa, se është ditë që ka marrë kjo situatë, ka po kërkesa e Ministria e Financave nuk I kanë shu. Ne jemi shqetësuar kur kanë posë me nëshu për kategori tjera ka 100 euro. Shtesë, 10 milion policë, ose familjet e policëve ranë në një kategori që është e shenjtë për këtë vend, me lonë në këtë gjendje. Drejtoria e Financave mrena Policisë Kosovës ka po kërkesë me kurse pse ka ditë që vjen kjo problem. Po as Ministri Punëve të Brendshme nuk ka reaguar, po as Ministri Financave. Do thotë të gjitha kërkesat Policia e Kosovës I ka dërguar në Ministri Financave për të dërguar thesar, po nuk janë ekzekutuar. Kjo shqetësimi I Sindikatës së Policisë Kosovës është se mundet me vazhdu ky problem për këtë kategori. Çka thot ligji I policisë? Neni 48 I ligjit thot se policia do ta paguajë bashkëshortin apo fëmijët në moshën 18 vjeçare të zyrtarit policor I cili vdes në detyrë apo në kryerje të detyrës me një ndihmë financiare të menjëhershme në një shumë që është e barabartë me pagën mujore bruto të shumëzuar me 6. Një pagesë e tillë do të bëhet vetëm pasi të përcaktohet se bashkëshorti apo fëmijët kanë qenë të përkrahur nga zyrtari policor para vdekjes së tij apo të saj. Në raste të caktuara, gjithmonë sipas vlerësimit, qeveria mund të ndajë shumë më të lartë financiare të menjëhershme për zyrtarin policor I cili ka vdekur në kryerje të detyrës.